Sot ka themeluar narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Ai sot ka më shumë pushtet se Ramiz Alia në vitin 91. Ai qeveris në bashkëpunim me kartelet më të rrezikshme të drogës të Shqipërisë dhe Amerikës Latine. Sot pas 12 vitesh në pushtet, Shqipëria është populluar nga pothuaj gjysma e popullatës së vet. Kombi ka psuar katastrofën demografike më të madhe në tërë ekzistencën e tij. Edi Rama ka grabitur pasuritë e shqiptarëve në sasi më të mëdha se sa që kanë grabitur në të gjithë historinë të marrë së bashku të gjitha regjimet dhe pushtimet e mëparshme. Edi Rama, një lloj si Enver Hoxha dhe etrit e tij biologjik, xhelat të shqiptarëve, ka vrarë zgjedhjet e lira,